Debat të fyrje mes vete vazhdojnë të jenë diskutimet e deputetëve të Kosovës. Përplasja verbale që kishte nisur në Komisionin për Punë të Jashtme mes deputetit të vetëvendosjes Gazmend Gjyshnica dhe kujtimshalës të LDK-s ka ngjallur reagime të shumta. Kjo pasi që pas ndërprerjes së mbledhjes, Gjyshnica tha se u sulmua fizikisht nga dy deputetët të LDK-s, kujtimshala e Arben Gashi. Dy deputetët e LDK-s e mohuan sulmin ndaj deputetit të vetëvendosjes. Por ky nuk është rasti vetëm kur deputetët kosovar kanë përfunduar debatet e ashpra me fyrje e rrahje mes vete. Nuk kanë kaluar as një vit prej kur ish kandidatët për deputet Hakia Abazi e Darda Molliqaj ishin rrahur pas një debati televiziv. Në tetor të vitit 2018, ish deputetët Frashë Krasniqi i PSD-s dhe Xhelal Sfesja i vetëvendosjes kishin pasur përleshje pas debatit të tyre. Mirë po kjo nuk ishte hera e parë që Frashë Krasniqi u përfshi në një rrahje. Në një përleshje fizike ishte përfshirë edhe gjatë një debati zgjedhor live me Milaim Zekën, duke përfunduar me grushte mes vete. I tërë emisioni ku ata ishin musafir ishte shoqëruar me sharje fyrje të rënda e që eskaloi në dhunë fizike mes tyre. Më 18 maj të vitit 2018, Xhavet Haliti, ish deputet i PDK-s, e pati goditur deputetin e LDK-s Arben Gashi në sallën plenare gjatë një seance pasi ata fillimisht kishin përdorur fjalë të ashpra mes vete. Një rrahje tjetër pati ndodhur në vitin 2013 gjatë një tubimi në Skenderaj. Ish deputeti i PDK-s Azem Sylaj dhe ish deputeti i LDK-s Gani Geci kishin qenë protagonistë të incidentit. Brenda hollit të kuvendit pati nisur dhe një rrahje tjetër. Në vitin 2012, fizikisht ishin përleshur deputeti i PDK-s Latif Gashi dhe ai i vetëvendosjes Recep Selimi. Në këtë incident ishin përfshirë edhe Bekim Haxhiu e Florim Krasniqi. Seancat të tensionuara ishin mbajtur në kuvendin e Kosovës, sidomos gjatë kohës kur diskutoi marrëveshja e demarkacionit me Malin e Zi dhe ajo për asociacionin e komunave serbe. Në to deputetet e opozitës hidhin vezë e Gatljosjellës. Një seancë e tensionuar ishte mbajtur në kuvend edhe në mars të vitit 2018. Fjalimi ish ministres Dhurata Hoxha për rastin Dehari pati nxitur reagime të shumta tek deputetët e vetëvendosjes. Me tone të ashpra kishin komunikuar veçanërisht deputeti i vetëvendosjes Libur Naliu e deputeti i PDK-s Memli Krasniqi. Një sulm i mundshëm mes tyre ishte parandaluar nga kolegët e tyre.